Përshëndetje të nderuar miqtë e mi të kanalit Monitor TV, ja ku po ritakojmë sërish me mua Tirona Lilin këtu për të ndarë me ju lajmet më të fundit. Do të flasim pak për Mirin. Miri brenda shtëpisë, marrëdhënia me Selin është një marrëdhënie që po komentohet jashtë shumë, është një marrëdhënie që po flitet jashtë shumë dhe në fakt ka nxjerrë në diskutim shumë pikpyetje. A është Miri i martuar apo nuk është? Pa marrë parasysh do të thënë që ka krijuar një marrëdhënie me Selinën, Miri sot për herë të parë ka folur jashtëzakonisht për gruan e tij. Do të thënë tani mbetet pikpyetje për të kuptuar a është një emocion i ndjerë apo është diçka që Miri thjesht po e bën me Selinën për të qëndruar sa më gjatë në Big Brother. Ditën e sotme Miri ka biseduar me banorët e shtëpisë së Big Brother VIP Albania 5 në lidhje me bashkëshorten e tij. Miri ka biseduar me banorët duke theksuar, teksa ato ndodheshin në oborin e akuariumit, Miri tregoi që gruaja e tij e ka qejf që në verë të vi me pushimet në Shqipëri. Domethënë ai jeton në Gjermani dhe kemi arritur ta kuptojmë që nuk është shqiptare, por është gjermane. Miri u shpreh se kur ajo ka planifikuar ditët e pushimit, i ka planifikuar dhe ai pasi ishte i varur prej saj. Sa ditë ke pushim ti? Miri thot 21, dëgjoj i thash ta rregulloj unë, i thash bëj si e sëmur, mos të rish 21 ditë por 30, e më tha jo, se ashtu është sistemi. Ato pushimet e atij viti ishin planifikuar, ajo ka qejf në këtë verë të vi këtu. Edhe thot verën tjetër nga filan datë në filan datës se ma kërkon puna, thot. E kur ka planifikuar ajo, kam planifikuar dhe unë se jemi sistem, unë dhe ajo. Se unë isha i varur tek ajo punonte dhe unë i rija aty afër, tregoi Miri. Do të thënë Miri ka treguar që ka një varësi jashtëzakonisht të madhe me bashkëshorten e tij. Tani, pikpyetja për marrëdhënien me Selinën është kjo. Miri dhe Selin kanë një ndjenjë emocionale brenda tyre, apo thjesht do me thënë janë miq dhe kjo po keq kuptohet jashtë tek publiku shqiptar.